një rrufe e Zeusi duhet të bi kur ndodhin gabime, kur nuk realizohen detyra, dhe kjo nuk ndodh më në jetën e Partisë Demokratike sot, është diçka që unë e kërkoj ndaj zotit Berisha që të ndëshkohen, dhe nuk është diçka personale, nuk është diçka do e mos negative, sepse nëse dikush për mos arritjen e një objektivi, dhe sepse problemi ose politikën shqiptare i personalizojmë dhe i pasionojmë gjërat shumë. Dhe ti kishe folur për një element, ti kishe folur me të drejtë për një element, për një konstante që në Shqipëri është sa otomane në një kuptim, po aq rezistente, po aq kokfort, që është kjo historia ngjarja e madhe e hatërmbetjeve, se në këtë vend njerëzit ofendohen lehtësisht, qoftë edhe pa ndonjë, si më thënë, sillu mirë mërziten, sillu keq mërziten, dhe ndërkohë çdo mërzitje rreth e rrotull përgjithsisht prodhon është e çuditshme kjo, përgjithsisht prodhon ne duhet pabesi apo qoftë edhe sabotim, qoftë do të ta themi kështu. Tash kjo nuk është paranoj, është më shumë një konstatim. Është një konstatim i drejtë dhe ne duhet të dalim nga ky rreth vicioz. Nuk duhet kemi frikë nga krijimi i hatërmbetjeve, kur këto hatërmbetje janë parimore dhe të drejta. Ne duhet të profesionalizojmë strukturën e Partisë Demokratike dhe kur një detyrë nuk arrihet, një qëllim nuk plotësohet, atëherë persona duhet të ndëshkohen jo në kuptimin negativ, por që të krijohet standardi dhe precedenti që personat e tjerë që do pasojnë atë detyrë ose personat e tjerë që do vinë që mund të ngarkojnë detyra të tilla, të kenë një ndërgjegje më të lartë për rrezikun që i kanoset. Çfarë ndodh në strukturën e politikën shqiptare? Dikush zën një pozicion, mrohet diku dhe nëse nuk e realizon detyrën, nuk ndëshkohet, por mund të promovohet, por nuk dëshkohet. Pra, nëse ai nuk e realizon, gjendet vetëm tek pozicioni ku është dhe i bllokon atë pozicion. E zëm ka 100 pozicione, po. Në një tjetër shkrim ti ke patur një tezë shumë interesante në raport me fuqinë që sot i jepet për shkak të fuqisë që sot kanë marrë rrjetet sociale, edhe pse unë vetë nuk e kam ndryshuar absolutisht as pak mendimin, ndjesin që kam patur që në sekondën e parë të prodhimit të rrjeteve sociale, dhe unë vetë kam qenë dëshmitar i krijimit, sepse bota ka qenë në atë kohë kur ne ishim, si me thënë, 20 e ca vjeçar, që filloi të përdoreshin dhe të fuqizoheshin rrjetet sociale. Terroriste ishin atëherë, terroriste janë sot, të dala komplet jashtë kontrollit, por ato kanë bërë një gabim, kanë krijuar një perceptim që ti e ke kapur dhe e ke thënë shumë drejt, le ta themi qartë, thua ti, politika nuk bëhet nga rrjetet sociale, por politika nuk bëhet pa rrjetet sociale. Rrjetet sociale si ta gjejmë të mesmen produktive të artë në këtë qerthull. Edhe njërë pedagogjia e personelit politike, përfaqësuesve politik, në qoftë se ka një strategji dhe direktiva të qarta që jepin mbi rolin që kanë rrjetet sociale, ne mundsojmë pra që rrjetet sociale mundsojnë krijimin e kuriozitetit dhe interesit të qytetarëve. Është shumë e rëndësishme sepse në botën mediatike që është kohë e kufizuar, se nuk janë numër të pafundme televizionesh dhe nuk ka mënyrë të pafundme për t'i prekur qytetarët, rrjetet sociale i mundsojnë politikanëve që të prekin pra qytetarët, në rastin tonë qytetarët shqiptar, të krijojnë një kuriozitet mbi profilin e këtij politikani, më pas nëse politikani poston në mënyrë të vazhdueshme gjëra cilësore, sillet interesi, por këtu ndalon rrjeti social. Rrjeti social nuk sjell besim, nuk sjell mbështetje, nuk sjell votë. Rrjetet sociale mundsojnë ekspozimin, por jo ndikimin. Dhe është thelbësore që edhe këtu të mendojmë të gjithë bashkë. Ka ti pyet se si mund ndryshoj kjo, ndryshon njëherë duke menduar, ndryshon duke i dhënë hapësirën televizive dhe më pas hapësirën tek strukturat e partisë, që pastaj kjo shkojnë në mënyrë kapilare deri në terren, sepse ne shpesh në Shqipëri, po dhe më gjërë se nuk është për këtë aspekt fakt, nuk është problematik 100% shqiptare, njerëzit gënjejnë veten e tyre në rolin që kanë dhe gënjejnë në mënyrë shumë të sinqertë, se mendojnë se e kanë atë ndikim në popullsi për shkak të hapësirave, për shkak të shikueshmërisë që kanë. Por kjo nuk është e vërtetë. Prandaj politika nuk bëhet nga rrjetet sociale por nuk bëhet pa rrjetet sociale. Duhet gjejmë të ekuilibër, por unë besoj se funksionimin tonë duhet ta gjejmë nëpërmjet rrjedhjes kapilare nga qendra deri tek çdo degë e Partisë Demokratike për të pasur një strategji koherente dhe afatgjate për të